Policia doganore ka gjetur 3 armë zjarri dhe mira fishek të fshehura brenda një automjeti të braktisur prej më shumë se 2 vitesh e gjysmë në portin e Durrësit. Mjeti tip Land Rover raportohet se do të kryente tranzit doganor nga Kosova për në Shqipëri me destinacion përfundimtar Republikën Demokratike të Kongos. Makina raportohet se ka hyrë në Shqipëri nëpërmjet pikës kufitare të Morinës në 20 dhjetor të 2022-shit. Kontenjeri ku ndodhej automjeti ishte i mbyllur në sheshin e kontenjerëve në portin e Durrësit, që prej dhjetorit të 2022-shit pasi dërguesi nuk ishte paraqitur për të kryer veprime doganore dhe në 4 qershor të 2025-s autoriteti degës së doganës Durrës vendosi kryerjen e procedurës së hapjes dhe kontrollit të këtij kontenjeri, informuan Blut. Gjatë kontrollit në Land Rover u gjetën në një hapësirë të përshtatur 2 armë zjarri automatik, një armë zjarri pistolet, 1580 fishek luftarak të kalibrave të ndryshëm dhe 12 krera fishekësh për armë automatike dhe pistolet. Është shpallur në kërkim 24 vjeçari nga Kosova me iniciale YL pasi dyshohet se është posedues i armëve dhe se është përfshirë në trafikimin e armëve dhe municioneve nga Kosova me destinacion në Republikën Demokratike të Kongos. Armët e gjetura do të dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore për t'u nënshtruar ekzaminimeve teknike, balistike dhe daktiloskopike për të parë nëse janë përdorur në ndonjë ngjarje kriminale të mëparshme. Strukturat hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë së Durrësit në bashkëpunim me Policinë Kufitare në drejtimin e Prokurorisë së Durrësit po vijojnë veprimet hetimore në bashkëpunim dhe me autoritetet e Kosovës për dokumentimin e plot ligjor të këtij rast me qëllim identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.